Edhe pse kanë kaluar një javë nga protestat, qytetarët dhe tregtarët vazhdojnë të mendojnë se mbyllja e vendkalimit në Bit Pazar nuk do të ishte zgjidhja më e mirë. I pranueshëm për ta është vetëm vendosja e semaforit dhe vizbardhave. Kryetari i shoqatës së tregtarëve në një prononcim për televizionin Shenja tha se vendosja e semaforit do të ishte zgjidhje ideale, sepse ura është e papërshtatshme për personat e moshuar që e frekuentojnë tregun e gjelbërt. Zgjidhja më e mirë për gjithë njerëzit që frekuentojnë dhe që kalojnë këtu do të ishte zgjedhja më e mirë të vendosën semafora dhe të vendosën vjetbardha. Shumë është interesant të njerëzit kur vinë këtu me dorë të shprasta dhe kur dalin prej pazarit, dalin me najlonat mbushura. Edhe nuk ka shansa ndonjë më i moshuar apo ndonjë plak apo ndonjë invalid ta merr këtë urën këtu edhe t'ipe nëpër këtë urë. Siç jemi të informuar edhe çka e tregon historia këtu, në kohën e Jugosllavisë ka pas tu vjetbardha. Qytetarët e anketuar nga televizioni Shenja as nuk e mendojnë mbylljen e këtij vendkalimi, deklarojnë se ky problem shumë vjeçar do të zgjidhej me vendosjen e një semafori. Më mirë do të ishte të ketë semafor, sepse shumë kombësore pasojnë këtu, po e bllokojnë edhe komunikacionin. Më mirë të ketë semafor. Me më shil kret, unë e tezga t'i lo. E lo pazarin. Ne vjetojna me këtë rrugë. Si në mëshirët, në shmallin me bajt pina tonë, këta onë. Ku? Nur do t'i pjuna. Unë e mendoj që nga ka kuptu kryetari, kërkeset tona do të bëhen, inshallah. Edhe do të ndohet një semafor, edhe zebra do të bëhen, se ka shikoni vetë, këto të gjithë që kije, edhe semafor, edhe zebra edhe krete. Mendoj që edhe kjo zgjedhje do të bëhet kënena. Ai na ka premtuar që do të bëhet. Edhe mendoj që ajo kërkesa e unë u ka krimo, veç e pritmi kryetarin që të vjen në ditë në vendngjarje këto ta shohë. Le të vendosin semafor, pse të mbyllet? Ku do të ngjitesh lart? Shih se e lart është ura. Njeriu nuk mundet të ngjitet lart. Semafor, baba, semafor. Mas mirë ja semafor. Edhe për neve si qytetarë që jena, është pas mirë një semafor me pas. Mbrëm kreu i Shkupit Orce Gjorgjevski njoftoi se personalisht do të dalë në vendin e ngjarjes për të dëgjuar mendimin e qytetarëve. Nëse janë për mbyllje ose jo, tha se nuk do të merr parasysh mendimin e atyre që kanë interese biznesore që ky vendkalim të mos mbyllet.